Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë lajmin dhe ngjarjen më të fundit. Do të ndalojmë tek vrasja edhe një herë e vajzës 25 vjeçare në Malishef Jetlira Foniqi, ku për herë të parë ka folur familjarja e saj, ka folur motra e Jetlirës në një faqe shqiptare, faqja quhet Pink Moment Kosova. Ajo në mënyrë të detajuar ka sqaruar situatën edhe rastin dhe e ka treguar deri diku problemin se çfarë ka ndodhur në familjen e motrës së saj. Vajza 25 vjeçare që ishte në pritjen e saj të ëmbël, në fëmijën e saj të parë. Përshëndetje. Unë jam motra e të ndjerës Jetlira Foniqi. Familja jonë është tu e kalu një situatë shumë të vështirë dhe shumë të dhimbshme, dhe as pak nuk na e lehtëson dhimbjen fakti që po shohim postime e shkrime të ndryshme ku po përmenden arsye si xhelozia e tradhtia, kur në fakt e vërteta e plotë e asaj që ka ndodhur ende nuk dihet, thot motra. Personi në fjalë, do me thënë bashkëshorti, ish bashkëshorti tashmë Jetlirës, ka jetuar në Gjermani për rreth 4 vite. Do me thënë ai ka qenë atje vetëm në Gjermani. Muajt e fundit ka qenë i burgosur në Gjermani për tentim vrasje dhe për afërsisht një muaj ka qenë në spitalin psikiatrik. Do me thënë djali në fjalë ka qenë i burgosur në Gjermani për tentim për vrasje dhe për afër një muaj ka qenë i shtrirë në spitalin psikiatrik në Gjermani, që do me thënë ka patur probleme mendore. Për rreth një javë ka qenë edhe i lidhur, sepse mjekët gjerman kanë konstatuar që gjendja e tij mendore nuk ka qenë as pak e mirë, edhe kanë pas dyshime edhe për skizofreni. Do me thënë, mjekët gjerman kanë dyshuar që djali në fjalë ka qenë edhe skizofren, e kanë mbajtur të lidhur. Edhe këtu në Kosovë ka fillu të marrë terapi, sepse nuk ka qenë as pak mirë. E motra jem, do me thënë motra ime thot, e ka fjalën për Jetlirën, që ka qenë shtatzën, për një muaj rresht e ka marrë me dorën e vet në përmjek, i ka ndejt afër dhe i ka dhënë kokrat edhe terapin që i kanë përshkru. Tu u mundu me ndihmu, do me thënë, Jetlira e ka marrë djalin në fjalë, e ka çuar në përmjek, është kujdesur për të, i ka dhënë të gjitha barnat, që ai të shërohet, do me thënë që ai të merr veten. Deri më tani, do me thënë motra thot kështu. E në fund, krimineli në fjalë na e mori motrën prej nesh. Do me thënë, ai përsëri ka vazhduar në të njëjtën rrugë, përsëri ka vazhduar në të njëjtin, do me thënë, në të njëjtën gjendje që ka qenë. Na e mori një vajzë, një motër, një nan që mezi ka prit me mbajt fëmijën e vet në krah. Sot na ka mbet veç dhimbja dhe një zbrasti që kur nuk ka me u mbushur më. Nuk po kërkojmë asgjë tjetër veç të vërtetës dhe drejtësisë për Jetlirën tonë. Ju lutem mos e ktheni dhimbjen tonë në thashë theme dhe mos nxirrni përfundime për diçka që nuk e dini. Për neve Jetlira nuk ka qenë thjesht një emër në një lajm, ka qenë motra jon, vajza jon dhe pjesë e familjes tonë, që sot na mungon përgjithmonë. Na kemi edhe fakte me mbështet këtë deklarat. Do me thënë, rasti në fjalë, motra e Jetlirës ka treguar, që do me thënë, edhe njerë pak ta shpjegojmë rastin që ta kuptoni, bashkëshorti i Jetlirës, vajzës së vrarë në moshën 25 vjeçare në një fshat të Malishevës të Kosovës, e cila u vra në dhomën e saj të gjumit nga bashkëshorti i saj me pistoletën e vjerit të saj, do me thënë me pistoletën e babait të Egzonit, djalit në fjalë, është një histori shumë e thellë. Do me thënë, Egzoni ka jetuar për 4 vite në Gjermani. Në Gjermani ka patur tentim për vrasje
Dhe më pas, policia gjermane, këtu përfshirë edhe me mjekët, e kanë marrë dhe kanë dërguar në spitalin psikiatrik. Do me thënë atje ku Exoni ka qëndruar për një kohë të gjatë në spital, pothuajse rreth 1 muaj ka qenë i shtrirë, por edhe i lidhur, që në kupton ka qenë shumë agresiv, gjendja e tij ka qenë shumë e rënduar dhe ka qenë shumë keq psikologjikisht, gjë që ndoshta nuk është ndjekur edhe më përpara, do me thënë nga familja. Nga ana tjetër, me kthimin e tij nga Gjermania, që në kupton, do me thënë Exoni ka kthyer nga Gjermania në familje, ku bashkëshortja e tij ka qenë 8 muaj shtatzën, bashkëshortja e tij, Jetlira, sot e ndjerë, do me thënë sot e vrarë nga bashkëshorti, ka vazhduar edhe pse shtatzëne ka shkuar me Exoni në përmjek, që ai të merr kurat e duhura që të shërohet dhe të jetë i dobishëm për familjen e tij dhe për fëmijën të cilin do cillte. Por mendja e Exonit, do me thënë ka qenë pikërisht në atë skenë të cilën ai e ka inskenuar në Gjermani, që do me thënë është një rrugë që lidhet, nëse ne e bëjmë kronologjin, dhe nga një betejë që kanë patur këto të dy në dhomë, me patjetër që kanë patur një zëng, Exoni ka nxjerr pistoletën dhe ka vrarë bashkëshorten e tij, do me thënë Jetlirën. Nuk ka patur një luftë të atyre që thuan, që kam thënë gjithmonë, do me thënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm në atë se ne çfarë akuzojmë. Do me thënë a ka qenë Jetlira xheloze, a ka qenë Exoni xheloz, etj etj. Familja thot ne kemi dëshmi për të mbuluar këtë deklaratë, nuk e flasim kot. Kemi të bëjmë, do me thënë, me një rast edhe më të rënd, edhe më të vështirë, gjë të cilën unë e kam thënë gjithmonë, e thash edhe në videot e më përparshme, që do me thënë duhet të jemi pak më të kujdesshëm drejt fëmijëve, sidomos edhe këto prindërit të cilët shikojnë që një djalë në martesë vërtet ka rëndesa psikologjike, vërtet është shumë keq psikologjikisht dhe është në gjendje që të bëjë gjithçka, do me thënë duhet punohet me atë djalë, duhet merret ai djalë anash dhe duhet investuar tek ai, sepse të shkatrosh të gjithë familjen, do me thënë pa esencë, mua më duket e palogjikshme, dhe këtu un pash vërtet një rrugë të palogjikshme që i ka ndodhur kësaj familje. Uroj që ky rast të jetë i fundit, edhe pse nuk është i fundit, vetëm ditën e djeshme, do me thënë kemi dëgjuar në Pej një vrasje të një gruas 80 e ca vjeçare nga ana e burrit, duke e rrahur, duke e dhunuar dhe duke ja marrë jetën. Do me thënë gratë shqiptare nuk mund të ikin nga ky tmerr i madh që i ka kapluar, por gjithsesi, do me thënë, e vërteta e Jetlirës është kjo deri më tani, derisa policia të del me një deklaratë, dhe shpresoj që të zbardhet ngjarja dhe jo të mbetet si ngjarjet e tjera që në fakt kanë mbetur të heshtura. Uroj me zemër të zbardhet ngjarja dhe të tregohet e vërteta për vajzën në fjalë se çfarë në të vërtet ka ndodhur dhe se si, do me thënë, është privuar kjo vajzë nga jeta. Deri më tani deklaratat e familjes janë këto. Ai djalë ju mori jetën e kësaj vajze dhe kjo është mëse e vërtet. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfime jete, për të ndarë letrën e radhës. Këtë herë dua të ndaloj me një letër shumë të dhimbshme, me një letër shumë të ndjerë, një letër e shkruar nga një vajzë e cila po përjeton vërtet një traumë në jetë. Ka kaluar shumë momente të vështira te burri i saj, ka kaluar shumë dhimbje te bashkëshorti i saj, nuk ka qenë një martesë me dëshirën e saj, ka marrë guximin që të ndahet nga burri, por sot vajzën në fjalë nuk e pranon babain në shtëpi për hatër të mentalitetit, kulturës dhe traditën në të cilën vajza është rritur dhe në familjen ku jeton. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë me origjinë nga Malësia. Jam rritur në tradita, jam rritur në një kulturë patriarkale, ku vajza ishte turp që të ngre zë, vajza ishte turp që të ndjekon shkollën, vajza ishte turp që të bëhet e zonja vetes, vajza ishte turp që të jetë dikushi. U rrita me këtë frym. Babai ishte i zoti i shtëpisë. Me patjetër e respektoj këtë gjë. Babai ishte ai që pyeteshte dhe babai ishte ai që vendoste për fatin tim, fatin e motrave, por jo të vllaut. Jeta ime nuk ka qenë ndonjë jetë e bukur. Jeta ime nuk ka qenë ndonjë jetë pozitive.
Kemi jetuar gjithmonë në presion. Unë nuk e mbaj mend që babi ndonjëherë të ketë ardhur dhe të më ketë përqafuar ashtu siç një prind e përqafon fëmijën sot. Por babai im ishte gjithmonë i tensionuar, ishte gjithmonë me hatërmbetje dhe kishte inate të lëna pezull. Unë u rita shumë shpejt. Aq shpejt sa që kur ulem edhe mendoj ndonjëherë nuk e mbaj mend fëmijërinë time, por edhe ja bëj vetes pyetjen, a kam patur fëmijëri unë ndonjëherë? I matë mundoheshte që të më fejonte sa më shpejt. Isha vajza më e madhe dhe duheshte patjetër që ta bëj këtë zgjidhjen. Më fejoi me djalin e parë të cilin na e propozuan kushërinë të tanë. Nuk e njihja, nuk më njihte, por si vajzë të ndershme më mori. Me atë jetova 9 vite të plota. Por 9 vite nuk ishin të bukura. 9 vite ishin tortur, ishin rrahje, ishin goditje, ishin xhelozie të mërshme dhe kërcënime se çfarë unë do të heq nëse unë i tregoj timati, nëse unë i tregoj nënës time. Unë isha një grua që duheshte të kujdesem vetëm për prindërit e tij, të mbaj prindërit e tij dhe të mos të ndjeki as edhe një ëndrrën time, të mos të ndjeki as edhe një dëshirën time. Do me thënë, çdo gjë që unë kisha në jetë ishin prindërit e tij dhe të kujdesem për të. Ndërsa ai duheshte të ri tër natën me femra, duheshte të ri tër natën nëpër muzika, të mbaj dashnore, të prish lekët dhe unë të vuaja në shtëpi. Kështu durova 9 vite të plota, që në ditën e parë që jam martuar. Se nuk është se fillimet i kemi kaluar bukur dhe marrëdhënia jonë u shkatrua pastaj, jo. Ne problemin e kemi patur që në start. Që në fillim kemi patur luftën me bashkëshortin tim. Për prindërit e tij ishte normale. Burri edhe vjen vonë, burri edhe ri, burri edhe flet kot. Do me thënë ishte shumë okay ishte për ato. Ndërsa, për mua ishte jashtënjerëzores. Si mund të komentohesh te kjo gjë? Do me thënë si mund të shpjegohesh te kjo gjë? Gjithsesi, isha mësuar me fjalën që duhet të durojmë, isha mësuar me fjalën që duhet të sakrifikojmë për familje dhe për shtëpi, dhe këtë gjë po bëja, po sakrifikoja. Derisa një ditë prej ditësh, vendosa që të largohem nga ky tmerr që mua më kishte kapluar. Nga kjo dhimbje e madhe që mua më kishte rrethuar dhe që askush në fakt nuk mendonte për mua. Pa i treguar askujt, lash një letër. Një letër të cilën e shkruajta me dorën time. Më kishe në dorë, nuk dite që të më mbajsh, më maltretove, më shkatrove, më prishe jetën, më nxive shpirtin. Unë tashmë do t'iki në një rrugë pa kthim. Do të shkoj atje ku as vet nuk e di. 9 vite më maltretove për një fëmijë, po Zoti nuk ta dha. U largova me dinjitet dhe me fytyrë të pastër drejt shtëpisë të babait tim. Por në momentin që unë shkova në shtëpinë e babait ja mora fytyrën në lagje, ja mora fytyrën në zonën ku jetonim, fillova të përflitem nëpër qytet si një vajzë e përdal, një vajzë që ka ndruar burra, një vajzë që nuk është për familje, dhe kjo me thënë të drejtën më vrau shumë, sepse nuk e prisja që im atë dhe nëna ime, pas 9 vitesh duke parë se çfarë unë kam hequr, të ndikoheshin pikërisht nga këto fjalë, të ndikoheshin pikërisht nga këto gjëra, që në të vërtet
nuk janë gjëra për të ndikuar. I bëj të plota 2 vite që kam shkatruar krejt marrëdhënien dhe martesën time, dhe familja ime në asnjë mënyrë nuk më pranon dhe nuk bie dakord që unë të jem pjesë e shtëpisë së tyre. Pse? Sepse unë ju a ka marrë fytyrën. Unë dua t'i them 2 fjalë Timati. Babi, mendoj që mua më ke fëmijë të gjakut dhe nuk më ke gjetur në rrugë. Unë për ty jam e shenjtë, unë jam fëmia jote, unë jam gjëja më e bukur që ti e ke në botë. Respektom si dhuratën më të çmuar në jetë dhe mos më shih si gjën më të ftohtë dhe më pa vlerë. Sepse unë e di që ti mua më do vërtet dhe dashuria jote nuk ka nevojë për fjalë. Ti je babi që mua më ke sjellë në jetë, edhe të lutem mos u ndikon nga njerëzit, nga fqinjët, të cilët të flasin për mua dhe të mbushin me fjalë që në të vërtet nuk janë. Hajde ulu fol dhe dëgjo mahallin që e kam dhe do ta kuptosh të vërtetën e madhe. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfi me Jete për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt dua edhe një herë të rindaloj tek një nga historitë që na ka shokuar të gjithëve në ditët e fundit. Vrasja e 25 vjeçares në Malishef nga bashkëshorti i saj, në fakt dyshoheshte, policia nuk arriti dot edhe të zbardhën rastin për shkakun sepse e vërteta fatkeqësisht mbeti jetim. Natën e sonte ja ka dorëzuar shpirtin Zotit edhe Egzon Bytiqi, djali që në fakt akuzohej dhe dyshohej për vrasjen e 25 vjeçares bashkëshortes së tij në dhomën e tyre të gjumit, duke qenë në fakt edhe në një pritje të ëmbël, duke pritur fëmijën e tyre në muaj të 8 të shtatzanisë. Kjo ngjarje na ka tronditur të gjithëve, kjo ngjarje na ka shokuar të gjithëve. Egzoni mbaheshte nën kujdesin mjekësor intenziv, por edhe, domethënë, ishte intubuar në QKUQ, Klinikën Universitare në Prishtinë, por edhe mbaheshte dhe nga një siti policor, pasi që priteshte dita ditës që Egzon Bytiqi të bëhej mirë dhe të merrej në pyetje për rastin që ka ndodhur dhe çfarë ka ndodhur në atë dhomë të gjumit. Jetlira dhe Egzoni, një çift që dikur ishin shumë të lumtur, një çift që dikur ishin shumë të dashuruar, që domethënë u lidhen me njëri tjetrin, e ndërtuan historinë e tyre të dashurisë, dëshironin që në jetë të sillnin fëmijë, sot janë në universin tjetër. Unë kam folur për mbrojtjen e grave, unë kam folur për martesat e dështuara, unë kam folur për sfidën që gratë bëjnë. Njëherë dua të shpreh ngushëllime sonte tek të 2 familjet, si tek familja e Egzonit, ashtu edhe tek familja e Jetlirës për këtë tragjedi të madhe që në fakt i ka kapluar dhe për këtë humbje të madhe që kanë përjetuar. Tashmë faji mbeti jetim, por tematika u ngrit në këmbë. E vërteta doli në pa, një burr tjetër e vrau një grua. Një djalë i ri e vrau gruan e tij, të dashurën e tij, gjën e tij më të çmuar, atë me të cilën në fakt dëshironte të ndërton jetën. Si mundemi ne si shoqëri të ndalojmë këtë fenomen të çmendur, këtë fenomen që në fakt ka filluar të bëhet shumë prezent në shoqërinë tonë shqiptare, ka filluar të bëhet shumë i përditshëm në shoqërinë tonë shqiptare, ka filluar të bëhet jeta jonë. Domethënë ne çdo ditë po të hapim televizorin, dëgjojmë krime të rënda. Dhe pyetja është çfarë bëre Egzon? A ishte arsye xhelozia, a ishte arsyeja problemi psiqik i tij dhe të gjitha këto dezinformacione që jepet, sepse kam dëgjuar lajme të ndryshme, është për të ardhur keq. I mori jetën Jetlirës dhe ashtu ndoshta siç edhe ka dashur ta vetvret veten e tij, ashtu edhe erdhi fundi. Domethënë Egzoni sonte ndroi jetë. Dashuria është e bukur, martesa është e bukur, është dhurata më e bukur që Zoti na e ka dhënë.
Unë dua që në këtë mesazh të dhimbshëm të jap edhe një mesazh sensibilizues, të jap një mesazh njerëzor, të jap një mesazh me vlerë ku çiftet të kuptojnë se çfarë është dashuria, çfarë është martesa. Ti ke problemet e tua psiqike, në këtë rast do me thënë prindërit kanë thënë që Egzoni ka qenë me probleme psiqike, u tha dhe nga motra e jetë lirës që do me thënë Egzoni ka ndjekur edhe një kur mjekësore në Gjermani, ka vazhduar të ndjekën kurat edhe në Kosovë, ku jetë lira në fakt ka ndenjur pranë ti që ai të jetë në një gjendje të mirë, që ai të jetë në një gjendje fantastike, që ai të shërohet, të jetë i devotshëm për familjen e tij, do me thënë ka qenë shpresa e fundit e bashkëshortes që Egzoni do me thënë të shkatroj familjen, ka luftuar për atë familje, por ndonjëherë është më e bukura në qoftë se shkatrohet gjithçka dhe kishit shpëtuar dy jetë. Mund të thoni Tiron kjo është e shkruar e Zotit, po, ndonjëherë të shkruarën e bëjmë edhe ne vetë, sepse Zoti të jep mend, por gjithsesi, të dashur prindër, të dashur familjar, nuk është e lehta vetëm ti martoni djemtë të tuaj, nëse i shikoni djemtë në rrezik është mirë që ti ndani për një periudhë, shpëtoni një jetë, sepse ai i cili e ka bërë këtë krimin edhe në vendin e huaj, ai me patjetër do ta bëjë këtë krimin edhe në vendin e vet. Dhe Egzoni erdhi me një zinxhir të trashëguar prej në Gjermani, do të thonë njerëz kishte tentuar të bëjë një krim dhe erdhi këtu e bëri krimin. A ka qenë në vetëdije, ka qenë në vetëdije, ajo pak rëndësi ka i bëri një krim, por ja humbi jetën gruas së vet, e humbi jetën e fëmijës dhe humbi edhe jetën e vet. Do të thonë ka shuar krejtësisht një familje, por ka shuar dy familje në tërësi dhe për këtë gjë mua më vjen shumë keq. Unë uroj me zemër që meshkujt shqiptar të vedisohen edhe një herë dhe përgjithmonë të kuptojnë që femra dhe gruaja nuk është pronë, është e vlad, është shpirti i Zotit, është e vladi i dikujt. Nuk mund ta marrësh ti e vladin e dikujt, ta malltretosh, ta keq trajtosh sepse ti ke probleme me veten tënde. Problemin me veten tënd ti e ke me veten tënde dhe le të kujdeset familja jote dhe jo të tjerë të merren në qafë për problemin tënd. Rasti i Egzonit edhe vajzës në fjalë, e cila së bashku me fëmijën në bark ka ikur në universin tjetër, le të jetë një shembull që të gjithë duhet të merren, të edukohen në aspektin familjar. Familja nuk është gjë e lehtë. Familja nuk është gjë e thjeshtë. Familja është gjëja më e shenjtë që ne e kemi. Dhe gjën më të shenjtë që ne e kemi, që na e ka dhënë Perëndia, le ta ruajmë si gjën më të çmuar, le ta ruajmë si gjën më të bukur. Egzoni mund të jetë penduar, po ç'rëndësi ka pendimi kur ai e bëri krimin më të madh. Dhe tani në këtë rast, do me thënë, mbeti një plak në shpirt e një nëne, e cila dhimbjen më të madhe e ka se kush ma mbyti vajzën time, kush ma vrau vajzën time, pse ma vrau vajzën time, nuk e mora do të vesh faktorin pse ma mbyti vajzën, vajza e cila në fakt u mundua që ta shëronte djalin në fjalë. Mua më vjen shumë keq për të dy familjet, sinqerisht, edhe për familjen e vajzës, edhe për familjen e Egzonit, dhe uroj me zemër që këto gjëra në shqiptarinë tonë të dashur të jenë në fund, dhe jo ne çdo ditë të promovojmë dhe të nxjerrim nëpër media atë që në fakt është më e shëmtuara, vrasjen, krimin, tmerrin që realisht nuk duhet në asnjë mënyrë ta mbështesim. E kemi ngritur zërin, do ta ngrejmë zërin gjithmonë për këtë gjë, por duhet i themi një herë dhe përgjithmonë kësaj gjëje stop. Stop këtyre njerëz të cilët tregojnë forcën e tyre kundërdrejt një gruaje. Stop mendimeve negative. Nëse ti punon në gurbet dhe ke shkuar për të ardhmen tënde, nuk të ka faj familja që ti të shkatërosh familjen tënde dhe të shkatërosh të gjithë jetën tënde. Egzoni dhe Jetlira dikur ishin një çift, dikur ishin dy ëngjëj, të cilët pretendonin të ndërtonin jetën e tyre, pretendonin të ndërtonin të ardhmen e tyre, pretendonin të shtonin familjen. Sot janë që të dy në varë për gabimin e njërit, për gabimin e djalit në fjalë, por edhe për neglizhencën, në këtë rast edhe të shoqërisë, por edhe të familjes. Andaj që ne të mos humbim më shumë motra dhe gra, le të ngritemi të gjithë në këmbë dhe le të kërkojmë drejtësinë.